jo shumë të shëndetshme. Normalisht, siç është nga kanalizohen këto mesazhe, më shumë nga rrjetet sociale, nga rrjetet sociale patjetër, edhe u mund të them vetëm diçka për Beskallakun edhe për Gjencilën. Ata kanë qenë ndarja e 2024, me të drejtën? Po, u futën dhe tek 2025. Po, përfolën jashtëzakonisht shumë. Pastaj nuk ka qenë vetëm ky në këtë rast, ka qenë edhe Rand Soili me Rinën, ish partneren e vet. Pastaj ka qenë rasti i Erion Isai që edhe vet partnerja e vet, ish partnerja e vet që ata u deklaruan, vetë shpallën që ne jemi ndar edhe në një mënyrë shumë unanime dhe shumë të gatshme që në undam edhe kaq mbaroi midis nesh. Publike, mediatike, po thua. Është shumë e vërtetë. Unë mund të them vetëm një gjë që unë nuk do t'i hedh kur faj këtyre çifteve për problemet e tyre personale. Të gjithë çiftet kalojnë në probleme midis tyre të komunikimit, ndoshta ka çifte që nuk din se si të zgjidhin një konflikt midis tyre ose dini edhe diçka tjetër që shumë e rëndësishme është që një çift kur lidhet me njëri tjetrin vin nga dy familje të ndryshme, vin nga dy histori të ndryshme dhe nëse në marrëdhënien e tyre ka gjëra shumë të forta që nuk funksionojnë, normalisht që ndodh divorci. Por në këtë rast, për të përgjigjur pyetjes tuaj, unë nuk do të konsideroj, patjetër që ka një ndikim nga mediat, personazhet e njohura, por nuk do të kursesi nuk do të thotë që çiftet sot divorcohen për shkak sepse kanë parë një çift që kategorike nuk është absolutisht. Po një farë ngushëllimi, e ndjen një farë ngushëllimi? Mund të ndjet një farë ngushëllimi. Po pastaj e bujshme fare që mos ta harrojmë pa përmendur ishte Princ Leka me ish Elia Zahari. Po, ish partnera vet ish Elia Zaharia. Edhe në këtë rast është një lloj shprehje. Ata janë shembuj. Pra, domethënë të rinjtë e sotshëm i marrin këto çifte që janë si referues. Por nuk do të thotë se për shkak se këto çifte kanë pasur probleme në marrëdhënien e tyre, në martesën e tyre, nuk do të thotë që këta domosdoshmërisht kanë ndikuar në marrëdhëniet e shumë çifteve për të dhënë në pjesën ndërmuese të shoqërisë. E di pse dhe dua të ndaj këtë shumë fuqishëm. Unë mendoj që thelbi i një ndarjeje, një divorci, nuk është thjesht sepse ne shikojmë vetëm mediat sociale dhe shikojmë një çift që është ndarë dhe tani themi, meqense këta janë ndarë, është normale që të ndajmë edhe ne. Problemi që ndron është më thellë, ka të bëjë shumë me mos të kërkuarit ndihmë. Pra çiftet sot, kur kanë një problem me njëri tjetrin, nuk kërkojnë ndihmë. Shumë bukur. Ka për shembull mund të jetë një burr ose mund të jetë një gruaj që kanë probleme se si të komunikojnë me njëri tjetrin. E bukur shumë kjo që ti dua të them. Konkretisht ka ardhur një herë në një rast ose ndoshta edhe jo shumë i bujshëm, i famshëm çift mediatik showbiz i roz, të kanë ardhur, të kanë kërkuar një këshill, një sugjerim, një ndihmë, një suport emocional nga ana jote? Patjetër. Si në çfarë mënyrë për shembull, si mund të kenë? Shpeshherë ka çifte, biles ka shumë çifte që duan të shpëtojnë martesën e tyre. Dhe përpara se të bëhen një duan ta shpëtojnë martesën. Ka hyrë në kulturën shqiptare me psikologët. Patjetër. Edhe nuk është të shkuarit tek një psikolog, edhe të shkuarit në një këshillues martese, është gjëja më e shëndetshme që një çift mund të bëjë. Nuk është e thënë që ti duhet të kesh një problem të caktuar për të shkuar tek një psikolog. Psikologu është një person që është aty për të dëgjuar emocionet e tua, për të dëgjuar mendimet e tua, pa të gjykuar, thjesht sepse ne e keni vënë ndonjëherë ju, për shembull kur flisni me mikeshën tuaj, të dëgjuar. Edhe ndonjëherë kur ne duam të shprehim diçka, personi tjetër mund të na ndërpresi ose mund të japi opinionin e vet. Ne nuk kemi nevojë për një person që të na ndërpres ose edhe të na japi opinionin. Ne kemi nevojë të ndihemi të dëgjuar. Dhe në këtë moment është një terapi kjo për shëndetin tonë mendor. Terapi dhe të shkuarit tek një psikolog. Psikologu është ai që është aty për dëgjuar emocionin tënd, për dëgjuar anën tënde dhe duke u kthyer tek çiftet sot,
sa e bukur do t'ishte nëse këto çifte përpara se të merrnin një vendim kaq të madh, sepse martesa është një institucion shumë i shenjtë, është ka çifte që kanë edhe fëmijë. Nuk është pra martesa e tyre nuk bazohet tek fëmijët e tyre, por bazohet në një premtim, në një beslidhje të fortë dhe nuk mund të merret martesa si një gjë e thjeshtë. Pra sot jemi, nesër ai divorcohemi. Por duhet të jetë një arsye shumë e fortë. Raste për shkak që të kanë ardhur ty në këtë rast, kanë qenë rastet që kanë qenë drejt finishit të ndarjes, finalizimit të rrugës së përçarjes, unë do vazhdoj rrugëtimin tim dhe ti do vazhdosh rrugëtimin tënd. Apo kanë qenë në tentativë krisje, përplasje, negociatash, kanë kërkuar një lloj shpresë, një krah degë ku të varen edhe ku të japësh ti një shtys. Po, çiftet emocionale të konsoliduar për ta mbajtur të si raport. Patjetër kanë qenë në një krizë të tyre të martesës, sepse normalisht, shikoj, di se martesa është një sezon sa i bukur, por gjithashtu martesa nuk është vetëm kur një çift e dua njëri tjetrin shumë edhe kanë ndjenja për njëri tjetrin, por është edhe sakrificë. Dashuria, martesa është një sakrificë. Është një soi, do ta bëj edhe kjo është një ndër ato shembuj shumë të bukur. E keni vënë atë zjarrin në sop kur vendosen dru në zjarrit, edhe sa më shumë dru ti vendosësh zjarrit, aq më shumë edhe është merr. Po nëse ne si vendosim dru zjarrit, atëra ai zjarri do shuhet, do venitet. Ka shumë martesa sot që në një marrëdhënie midis bashortit, burrit dhe të gruas, ata nuk sakrifikojnë për njëri tjetrin. Unë gjithmonë kam thënë sa bukur e the, një sekond tani. Këta që nuk sakrifikojnë, janë të showbizit? Janë edhe të showbizit, janë edhe të fushës së biznesit, janë nga gjitha fushat. E sakrifikojnë vajzat e djemtë showbizit martesën? Ndodh ta sakrifikojnë? Do të thonë ata janë aq egoistë, janë narcisistë, janë e duan shumë veten dhe thonë lëre fare se në gjallë shkoj se është jeta ime përpara. Unë mund të them vetëm një gjë që bota e artit, bota e showbizit, sado të jetë një fushë e bukur që dhuron shumë emocion, për njerëzit që punojnë në showbiz, ekziston edhe kjo ndjesia edhe qëllimi i tyre për të qenë të parë, për të qenë në vëmendje, për të pasur një karrierë të suksesshme dhe për të janë gati, domethënë të shesin dhe shpirtin vetëm me veten të jenë në piedestal. Është vetidota përsoja unë njerëzve të cilët punojnë në ekran apo artistëve që i bën pak egocentrike. Kjo është një problematikë. Më kanë ardhur disa raste, shumë raste të tilla ku për shembull, sepse shikoj, duhet të them edhe një gjë që nuk është e thonë të jetë një çift dhe të dytë jenë në fushën e artit, mund të jetë njëri që është në fushën e artit e tjetri në fushën e biznesit. Po të paktën ata që janë në fushën e artit kanë më tepër këtë tendencën për të vendosur karrierën, për të vendosur veten e tyre përpara çdo gjë tjetër, përpara bashortes së tyre, përpara ose bashortit të tyre, në dy anët, ose edhe përpara familjes së tyre. Kështu që kjo është diçka që është pak egoiste kjo si egoiste. Si ndjesi, si rast, si shembull, duam ne showbiz do ndikoj pa dashur në subkonsciencën e të gjithë ne njerëzve që e ndjekim, e përcjellim dhe shikojmë dhe prezantojmë zakonisht. Në një mënyrë indirekte, patjetër ndikon. Po çfarë do të thotë kjo? Dhe këtë e kam me të gjithë çiftet e reja sot, me të gjithë familjet. Çfarë do të thotë kjo që ne duke parë media sociale apo duke parë këto shembuj, do të thotë që ne duhet të drejtohemi, pra marrëdhëniet tona duhet të ndikohen nga këto shembuj dhe përgjigja ime është jo, nuk duhet të ndikohen nga këto shembuj, por që ta ndërtojnë jetën e tyre në një themel më të shëndetshëm, që në këtë rast, në momentin kur një çift mendojnë që ka probleme midis tyre, ata duhet të kërkojnë ndihmë, duhet të flasin me njëri tjetrin. Për shembull, ka raste kur shikoj, se martesa nuk është vetëm një marrëdhënie shpirtërore, një marrëdhënie sociale, një marrëdhënie familjare, është një marrëdhënie emocionale, është edhe një marrëdhënie fizike. Pra janë të gjitha të përfshira, edhe ekonomike, të gjitha. Kur një prej këtyre fushave
cënohet, gjithmonë ka kriza të jashtëzakonshme në një çift. Po kryesisht mora nga cilët janë faktorët? Faktorët kryesor, tani se varet edhe për çfarë statuse të shoqërisë bëhet fjalë, po ne prekim gjithmonë sa shoqërisë të showbizit, jemi fokusi ynë është aty në showbiz. Dhe si ndikojnë këto në pjesën rrugës së shoqërisë. Shumë e vërtetë, po ja le të themi për shembull, ka çiftet në showbiz ku le të themi puna i bën të tillë që mund të ketë tradhti bashkëtorë, për shembull. Kjo është një gjë shumë e prekshme në çifte, sepse për shembull dikush mund të jetë këngëtar, dikush mund të jetë aktor, edhe që tërkohës është në lëvizje, është në udhtim, dhe nëse ti nuk jep vëmendje partner, do të thënë normalisht do gjërat do veniten edhe do e kërkoj vëmendjen në një person tjetër. Kohë i rëndësishëm, dedikimi kohës të partnerit, sepse mungesa e kohës vëmendjes mund të prish ekuilibrat në një çift. Unë gjithmonë flas për 5 gjuhët e dashurisë. Nuk e di nëse ju e keni dëgjuar, është një ndër gjërat më të rëndësishme që një çift duhet të mendojë se si t'i japi dashurinë njëri tjetrit në 5 mënyra. Po, na i tregon? Na i tregon na përgatit. Është shumë e rëndësishme. Tani, përpara se të flas për 5 gjuhët e dashurisë, cilat janë? Në radhë të parë dua që t'ju bëj një pyetje ju të dyve, edhe njerëzve që na dëgjojnë. Po, kjo interaktiviteti. Pra, le të themi për shembull, nëse ne ose ne të tre do shkon në një udhtim të tre, do shkonim në Kinë. Po. Edhe do shkonim në këtë qytet, edhe njerëzit aty flisnin vetëm gjuhën e tyre, kinezishten. Ne që zdim gjuhën e tyre, do dinim të kuptoheshim, të merreshim vesh? Jo. Jo, s'kemi se si. Pikërisht, sepse nuk do dinim, po ne nuk do dinim të flisnim gjuhën e një kulture tjetër, një vendi tjetër. Shpeshherë në një marrëdhënie ekziston një çift që nuk din të flasin gjuhën e dashurisë së njëri tjetrit. Dhe ne shpeshherë